Tragjike në Bologna përplaset për vdekje xhaxhai këngëtares së njohur italiane. Një ngjarje tragjike ka tronditur familjen e këngëtares italiane Laura Pausini. Xhaxhai i saj, Ettore Pausini, ka humbur jetën në një aksident rrugor të ndodhur në periferi të Bolonjës, pasi u godit nga një makinë që më pas u largua me shpejtësi nga aventgjarja. 78 vjeçari, një ciklist i apasionuar dhe figurë e njohur në shoqatën e Onkonauti, po kthehej nga një prej udhëtimeve të tij të zakonshme me biciklet midis Castenasos dhe San Lazaros di Savena, kur u përplas ball për ball nga një Opel Astra e vjetër me ngjyrë të çelët. Përplasja ishte fatale dhe pavarësisht përpjekjeve të ekipeve të emergjencës për ta ringjallur, Pausini nuk mundi të mbijetoj. Shoferi, që sipas dëshmitarëve nuk ndaloi për të dhënë ndihmë, është në kërkim nga policia. Autoritetet kanë nisur një hetim të gjerë duke analizuar kamerat e sigurisë në zonë për të identifikuar makinën dhe personin përgjegjës. Banorët vendas kanë shprehur indinjatën për mungesën e masave të sigurisë në atë segment rruge, të cilën e kanë cilësuar prej kohësh si të rrezikshëm për biciklistët. Ettore Pausini ishte një figurë e dashur në komunitetin e Bolonjës. Për më shumë se 30 vjet kishte punuar si berber në Piazza Azarita dhe ishte i njohur për natyrën e tij të qetë dhe të përkushtuar. Ai kishte fituar edhe një betejë të vështirë me kancerin, duke u bërë më pas pjesë aktive e Onkonauti, një shoqat që ndihmon pacientët me kancer në procesin e rehabilitimit. Në vitin 2016, Laura Pausini e kishte përmendur me krenar i xhaxhain e saj në rrjetet sociale, duke i quajtur një kampion të vërtet dhe duke i shprehur dashurinë për forcën dhe shpirtin e tij luftarak. Lajmi për humbjen e tij ka prekur thellë komunitetin e Solarolos dhe të Bolonjës, ku dhjetra miq dhe fansa kanë shprehur ngushëllime për familjen. Laura Pausini ende nuk ka reaguar publikisht, por mesazhet e mbështetjes dhe ngushëllimet për këngëtaren dhe familjen e saj po shtohen me shpejtësi në rrjetet sociale.